këto lulet janë Për profesorin. I bën çdo 7 mars? Po. Po pse ja bën këto lulet? Për dhurat. Për dhurat. Këto lulet? Janë për profesorin tim. Profesor tim Obushi. Çfarë është 7 marsi për ju? 7 marsi është një festë që duhet festuar, por është për profesorët dhe mësuesit tanë. Dhe duhet të festojnë sa më shumë të dozohen. Ja për profesorit ti. Së krenar. Është krenar. 7 marsi është dita kur u hap sytoria e parë në Korçë. Si janë mësuesit tuaj? Meritoj vërtet lule? Ato meritoj lule dhe më shumë se kaq. Çfarë? Për mësuesin tim. Duron çdo 7 mars? Po, çdo 7 mars. Çfarë është 7 marsi për juve? 7 marsi për ne është një ditë e gëzueshme ku marrëdhëniet tona me mësuesin shtohen edhe më shumë. E meritojnë mësuesit? Po, shumë. Shumë. Edhe pse nuk mësojmë shumë mirë ose nuk sillemi mirë me të, e meritojmë. Për këtë janë këto lulet? Për mësuesin time. Ja dhuron çdo 7 mars? Po. Çfarë është 7 marsi për ty? Është festa e mësueses që unë kam shumë qejf sepse gëzoj dhe mësuesja gëzojmë dhe unë. Ti je mësues, është një profesion i kënaqshëm. Mbi të gjitha ndjesh i ri dhe nxjerr breza. Unë jam dhe në moshë jam i ri, po gjithsesi jam shumë i kënaqur në nivelin e arsimit dhe ka një kërkesë akoma vazhdon në rritjen e arsimit nga fëmijët, nga prindërit, nga komuniteti. Të jesh mësues duket sikur është një fjalë e madhe dhe e vështirë, por është shumë e thjeshtë. Të falësh shumë dashuri. Brenda nesh do të thotë ke shumë detyrime, përgjegjësi, por duhet kesh dhe shumë dashuri për t'ia falur këtyre fëmijëve që janë të mrekullueshëm. Ta lidhet ndonjëherë profesionin dhe mësuesit? Jo, asnjëherë. Më pëlqen shumë, sepse më dua të jem pranë fëmijëve, pranë botës së tyre, dhe janë shumë të qitër, shumë të dashur, shumë të mirë. Gëzuar të gjithë mësuesit e shkollës Baram Curri. Gjuaj mësuesin dita 7 marsi. Gëzuar të gjithë mësuesve.